Duhet ta rregullojmë me dokumenta. Unë ju dëgjova. Ju besoja sepse ishit fëmijët e mi. Nuk mendoja se një ditë do të më duhej të kisha frikë nga fëmijët e mi. Nuk mendoja se duhej të mbrohesha prej jush. Edhe një ditë gjithçka që kisha ndërtuar me shumë mund e sakrifikuar. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq të kanalit tim Rrëfime Jete. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili. Këtë herë me një letër shumë të dhimbshme, me një letër të një nëne 83 vjeçare, e cila po përjeton një nga krizat më të mëdha në jetë, nga ato kriza që në fakt as nuk e ka imagjinuar, as nuk e ka besuar që do ta përjeton. Përzëmjen që ja kanë bërë nga shtëpia 9 fëmijët e saj. Këtë letër ma ka shkruar një nën e cila me dhimbjen më të madhe tregon trishtimin që po kalon në jetë. Bitë e mi, nuk e di nëse kjo letër do të arrijë ndonjëherë në duart e juaja. Nuk e di nëse do ta dëgjoni apo do ta lexoni deri në fund. Ndoshta do ta lini më njan, ashtu siç më lat edhe mua. Por sot në moshën 83 vjeçare, ulur vetëm në një dhomë të një azili të pleqve, me duart që më dridhen dhe me sytë që me zishohin, kam vendosur që t'ju shkruaj. Jo për t'ju kërkuar para në asnjë mënyrë. Jo për t'ju kërkuar shtëpinë. Jo për t'ju kërkuar tokën që ma morët. Sot po ju kërkoj vetëm një gjë. Të më kujtoni si nënën tuaj. 9 fëmijë u linda. 9 herë ndjeva zemrën time të ndahej në copa, sepse secili prej jush ishte pjesë e imja. Kur ishit të vegjël nuk flija. Kur ishit të sëmur, kur qanit, ngrihesha nga shtrati, kur ishit të uritur, ju jepja bukën time, kafshatën time, kur nuk ishit këpucë unë ecja zbathur që ju të kishit diçka në këmbë. Nuk kisha shumë, por ju kisha juve, dhe i thoja vetes kam shumë. Edhe për mua ju ishit pasuria më e madhe në botë. Sot kam mbetur pa asgjë. As shtëpi, as truall, as pasuri, as familje pranë dhe më e dhimbshmja, kam mbetur edhe pa ju, edhe pa fëmijët e mi. Mbaj mend ditët kur ju çoja dorë për dore 9 fëmijë rreth meje. Njerëzit më shikonin dhe më thoshin, aman Mimrika sa fëmijë të bukur ke bërë. Dhe unë krenohesha. Thosha, janë pasuria ime. Sa ironike është jeta. Sot pasuria ime është një dhomë e vogël në azilin e pleqve. Një shtrat, një komodin, disa roba dhe një fotografi e vjetër ku jemi të gjithë së bashku. E kam mbajtur këtë fotografi pranë shtratit tim. E shikoj çdo mbrëmje. Ju shikoj fytyrat tuaja kur ishit të vegjël. Dhe e pyes veten, ku gabova? Çfarë bëra kaq keq që në fund të jetës time të mos kem asnjërin prej jush? A ju kërkova ndonjëherë shumë? A ju kërkova luksoze, gjëra, shtëpi, pasuri? Jo, bitë e mi. Unë vetëm doja që ndonjëherë të hapte dikush derën dhe të më thoshte, mirëmëngjes o nan. Doja vetëm një telefonat, një vizit, një përqafim, një pyetje, si je o nan? Por edhe kjo që nga bërë shumë për mua.
Mbaj mend ditën kur fillua të më flisni për pasurinë. Na takon edhe neve. Duhet ta ndajmë. Duhet ta rregullojmë me dokumenta. Unë ju dëgjova. Ju besoja sepse ishit fëmijët e mi. Nuk mendoja se një ditë do të më duhej të kisha frikë nga fëmijët e mi. Nuk mendoja se duhej të mbrohesha prej jush. Edhe një ditë gjithçka që kisha ndërtuar me shumë mund e sakrificë, filloi të mos të ishte më e imja. Trualli im, shtëpia ime, ajo toka ku unë kisha punuar, ajo tokë ku unë kisha rritur fëmijët e mi, gjithçka u largua nga duart e mia. Dhe unë heshta. Heshta sepse unë thash me vete, janë fëmijët e mi, le t'ju mbetet atyre. Mendova se pasuria mund të humbej, por dashuria nuk mund të humbiste. E këtu ngabova. Pasurinë e morët, por bashkë me të sikur morët edhe rrugën që vinte drejt meje. Sot jam 83 vjeç. Trupi im nuk më bindet më si dikur. Hapat janë të ngadalshëm, duart më dridhen, më lodh edhe një ecje e shkurtër. Por zemra ime ende pret. Pret zhurmën e derës, pret telefonin, pret një nga ju ndonjëherë kur dëgjoj hapat në korridor, zemra edhe më re fort, mendoj erdhi njëri prej fëmijëve. Dhe pastaj dera hapet, por nuk jeni ju. Është dikush tjetër dhe unë përsëri mbetem vetëm. E dini çfarë është më e keqja e pleqërisë? Nuk është dhimbja e trupit, nuk është dobësia, nuk janë flokët e bardha. Është të kuptosh se njerëzit për të cilët ke sakrifikuar gjithë jetën nuk kanë më kohën për ty. 9 fëmijë kam, 9. Dhe prapë ndjehem si kur jam nëna e askujt. Kur më pyesin këtu zonja Mrik, a do t'ju vi ndonjë familjar sot? Unë ende turprohem të them të vërtetën, u them ndoshta nesër. E them këtë prej shumë kohësh, ndoshta nesër. Por nesër vjen dhe askush nuk vjen. E pastaj vjen një ditë tjetër dhe përsëri askush. Dhe unë filloj se ndoshta nesër për mua nuk ekziston më. Bite mi, a ju kujtohet kur ishit të smur? A ju kujtohet si rija gjithë natën pranë shtratit? A ju kujtohet kur njëri prej jush kishte temperaturë dhe unë qaja nga frika? A ju kujtohet kur ndaja ushqimin 9 pjesë edhe për vete lija të që mbetej? A ju kujtohet kur ju dërgoja në shkollë? Kur ju qepja roba? Kur ju prisja të dera? Ndoshta jo. Ndoshta fëmijët harojnë, por nënat nuk harojnë. Unë i mbaj mend të gjitha, i mbaj mend edhe lotët, i mbaj mend edhe buzëqeshjet, i mbaj mend ditët kur s'kishim shumë, por kishim njëri tjetrin. Dhe ndonjëherë mendoj, si mund të kishim kaq shumë dashuri, atëherë dhe kaq shumë heshtje sot.